Unë jam Dale Berisha, prindi Berishës. Po? Këta se fëmijë kanë pas problem në shkollë para një viti, edhe tash baba me gjithë djallë. Merë me menë, burri plak, qeni plak, a qësh me thonë. Burri plak me dollë 55 vjeqorë. Më falë, djalli juj, ka pas problem me kënd saktësisht? Me djallë qati, Arben Falsit, vllot Halel Falsit. A, okej. Edhe kanë se fëmijë në shkollë, fëmijë hesop. Po? Mitër ka si. Stash e ka bot 18 vjetë djallë. Para sa kohë ka ndodhë këto probleme? Para një vjetë i koke. Okej. Tash më që vlloj Halel Falsit. Edhe Arben Falsit me djallë, e me dollë djallit në prik, plus të mesht, se djalli e ka, është njoftu me një vojzë, e u shku me mora të vojzën na bërë atë, kanë dhërë. Po, do më thonë, qëto pamjet që janë kur po hinë në garaj, do më thonë janë të misë. Na bërë të mikët, po, na bërë të mikët kanë dhërë. Po, a është sulmu me mjetet furta, sepse po vrehen disa mjetet furta si po merren në Gipek bagazh të kjere. Stëpës bejzbullit edhe bëftikit. Po, a është mirë djallit që ka gjendjen shëndetësore? Allah e keqe ka shumë, është shumë, është dëmtum. E unë e këshmet për Allah të thonë, mas fejtë, se tash o fejtë. Ku me shku para ka mu me në veleqë të, edhe ajë le të jep dërheqe me jetë, se nuk shkën me marë pushtetin me zagarë, të rrejqe. Po, kena... Veteran, djallin e veteranët e ka. Po, kena më mundu me marrë një verzion edhe të palës tjetër, po i nderum, a e keni hapë rastin polici? Po. Okej, a është arrestu pala? Dhe sa i rrëva për shpitol, dhe i tash për shpital. A dini a jenë arrestu personat e dyshum? Po, kanë thonë që po me e di, hala. Okej, nderum, faleminderit shumë.